apostulli i ditës. Sa për kohë dhe për stinët vëllezër, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju vete dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si një vjellës natën. Sepse, kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatrim i papritur do të bjerë mbi ta, ashtu si dhimbjet e lindjes të gruas shtatzan dhe nuk do të shpëtojnë. Por ju vëllezër, nuk jeni në errësirë që ajo ditë ju zërë në befasi si një vjellës? Të gjithë ju jeni bijë të dritës dhe bijë të ditës. Ne nuk jemi të natës, as të territ. Le të mos flëm, pra si të tjerët, por të rrim zgjuar dhe të jemi të esëll, sepse ata që flen natën dhe ata që den natën. Kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esëll, duke veshur pasmorën e besimit dhe të dashurisë dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit. Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht, i cili vdiq për ne kështu që qofshim zgjuar, qofshim fjetur, jetojmë bashkë me të. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Thesalonikasve, letra e parë, kapitulli 4, vargu 18 deri në fund dhe nga kapitulli 5, vargu 1 deri në vargun 10. Apostulli thot, ngushëlloni njëri tjetrin, ka kuptimin e mbështetjes dhe forcimin në besim, dhe i këshillon Thessalonikasit që të ngushëllojnë njëri tjetrin, përsa ju shkruajti për ngjalljen e të vdekurve. Pra, që ata mos hidhrohen si paganët për vdekjen e personave të tyre të dashur. Sepse më lart, në këtë letër apostulli Pavli ka trajtuar çështjen e ngjalljes së të vdekurve duke lidhur atë me ngjalljen e Krishtit, duke thënë: Jesu i vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të, me anë të Jesuit, ata që kanë fjetur. Në kapitullin 5, vargu 1 na thuhet: Sa për kohë dhe për stinët vëllezër, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj. Koha dhe stinët. Në dhjetën e vjetër, këto morën kuptim teologjik që vazhdon edhe në dhjetën e re. Janë nocione eskatologjike, pra që na tregojnë atë çfarë do të vijë, dita e Zotit, dhe kjo ditë shpreh kërcënimin ndaj mëkatarëve, të cilët do të gjykohen nga Perëndia në këtë ditë, ajde shpresën e besimtarëve për drejtësim, për shijimin dhe për jetimin e mbretërisë së Zotit. Shkrimet apokaliptike prisin me padurim dhe agoni këtë përfundim, pra këtë ditë. Prandaj dhe përpiqet shpesh të përcaktojë me saktësi ditën e gjykimit të fundit. Dhe kjo ndodh në dhjetën e vjetër, por në të njëjtën kohë shprehet edhe dhjata re për ardhjen e Krishtit. Por vetë se nuk ndërmerr mundimin të përcaktoj kohën e kësaj ardhje, sepse kjo ditë i përket vullnetit të Perëndisë. Vetë Zoti Jezu Krisht i sqaroi apostujt për këtë gjë, ashtu siç e kemi te libri i veprave të apostujve. Por ai u tha atyre: Nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Pra, të nderuar dhe të dashur me Krishtin, duhet bëni kujdes. Sa herë që juve lexoni ose dëgjoni për një ditë për ardhjen e Krishtit, kjo është një gjë që vjen nga dinaku dhe është një mashtrim dhe ne nuk duhet ta besojmë. Dhe apostulli sqaron dhe më poshtë. Në vargun 2 na thuhet: sepse ju vetë dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si vjedhës natën. Apostulli thotë e dini shumë mirë. Nuk përcakton kohën, nga vjen kjo njohje, por kjo na tregon se apostulli ai ka diskutuar këtë temë kur ka qenë vetë tek Thessalonikasit, dhe për ditën e Zotit apostulli Pavli ka shkruar edhe në të tjera letra të tij, për shembull tek Filipianët ai quhen dita e Krishtit, tek Romakët dita e zemërimit, tek letra 2 të Korintasve dita e Zotit ton Jezu Krisht. Shërnjohan Gojarti për ditën e Zotit thotë: dita e Zotit është jo vetëm e përbashkët për gjithë, por dhe personale e çdo njërit, sepse ajo e imiton atë, ajo është dhe afërt, sepse atë çfarë ajo bën përgjithsisht për të gjithë, ajo e bën veçanti për çdo njërin. Pra, shenjtori na sqaron se dita e Zotit nuk është vetëm ajo dita e fundit, por dita e Zotit është dhe fundi ynë personal. Kështu që çdo ditë e fundit për ne, pra dita që mund të themi e vdekjes, është dita e Zotit tek ne, sepse mbas vdekjes ne do përballemi me Zotin
i cili është gjykatës me drejtësi. Por apostulli thot, dhe kjo ditë vjen si vjellës natës. Dhe këtu apostulli e përcakton këtë për karakterin e ardhes së Krishtit. Dhe që do të thotë, kjo është një ditë që nuk do të njihet, pra nuk do të dihet nga njerëzit. Ashtu siç është e panjohur dhe ardha e një vjellësi për të vjedhur. Pra Krishti do të vi befasisht. Në vargun 3 na thuhet, sepse kur thon paqe dhe siguri, atëre një shkatrim i papritur do të bjerë mbi ta, ashtu si dhimbjet e lindjes së gruas shtatzan, dhe nuk do të shpëtojnë. Pra, ashtu si në vargun 2, apostulli na tregon ardhen e Zotit si vjellësin e natës, tani ai na tregon me dy ikona të tjera, shkatrimi i papritur dhe dhimbjet e lindjes. Këtë gjë e ka trajtuar edhe profeti Isaia në profecinë e tij. Ja çfarë thot: Dita e Zotit është afër, ajo po vjen si një shkatrim nga ana e plotfuqishmit. Do t'i zërë të meri, do të kenë spazma dhe dhimbje, do të përpëliten si një grua që po lind. Pra, edhe në këtë varg, përsëri apostulli Pavli kërkon të përforcoj faktin se dita e Zotit do të jetë e paditur dhe do vi papritur. Prandaj duhet të jemi gati. Vargu 4 na thot: Por ju vëllezër nuk jeni në errësirë, që ajo ditë ju zërë në befasi si një vjellës. Pra, apostulli Pavli karakterizon kështu ecurinë e drejtë të selanikasve, e cila krijon kushtet e nevojshme që të mos i zërë në befasi kjo ditë, si vjellësi. Ata nuk jetojnë në errësirë në pjesën që zotron djalli, pra në errësirën e padijes ose të mëkatit. Jetojnë në dritë dhe janë të gatshëm për të pritur Krishtin. Apostulli Pavli në letrat e tij përdor antitezën dritë dhe errësirë për treguar dhe të nxjerrë në pa dallimin midis njeriu të vjetër, që jetonte në mëkat, dhe njeriu të ri në Krishtin. Pra, të mëkatit dhe hirit, humbjes dhe shpëtimit, vdekjes dhe jetës. Vargu 5 thot: Të gjithë ju jeni bijtë të dritës dhe bijtë të ditës, ne nuk jemi të natës as të territ. Të gjitha këto nocione apostulli Pavli i ka marrë nga Dhjata e Vjetër dhe kjo fjalë, pra bir ose bi, në Dhjatën e Vjetër dhe në judaizëm ka shumë kuptime. Përveç lidhjes natyrore të prindërve me fëmijët, shpreh dhe lidhjen shpirtërore, shoqërore, fetare, vartësi dhe nështrim. Pra, bijtë e dritës, e ditës, e drejtësisë, shprehin shprestarët, pra besimtarët, dhe në këtë rast këta janë selanikasit, që e braktisën errësirën e paganizmit dhe tani jetojnë në dritën e jetës së re. Kush jeton me Krishtin bën pjesë në familjen e Perëndisë, në shoqërinë e re, në kishë dhe parashijon nga koha e tanishme ngjarjet eskatologjike të së ardhmes, ku Zoti do të jetë i gjithi në të gjitha. Vargu 6 thot: Le të mos flëm pra si të tjerët, por të rim zgjuar dhe të jemi të esër. Apostulli nuk e ka kuptimin që mos flëm, por të rim zgjuar është një terminologji ushtarake dhe thot qëndrimi i zgjuar i ushtarit në vendin e rojës. Në Dhjatën e Re kjo shpreh vigjilencën shpirtërore, nënvizon nevojën e përgatitjes dhe gatishmërisë shpirtërore të vazhdueshme që duhet të jetë i krishteri. Kjo shprehje plotëson dhe shprehen të jeni esër, pra që do të thotë të jeni të papirë. Dhe apostulli i udhëzon selanikasit të jenë të kthjellë nga ana shpirtërore. Dhe këtë kthjellësi mund ta ndryshojnë pasionet, plotësimi i nevojave biologjike të tepërta, kthimi në zakonit të lojtare dhe pra në jetën e vjetër dhe mëkatare. Vargu 7 thot: sepse ata që flen natën dhe ata që dehen natën. Pra, këtu paraqiten në mënyrë metaforike gjumi, që është një shprehje e natës, dhe deja që është një vepremtari e njerëzve që e bëjnë gjatë natës, si fenomen që harmonizohet tek ata që jetojnë në errësirën e mëkatit, që janë indiferent ndaj fjalës Perëndisë dhe nuk e kanë ndërmend atë. I deuri është e kundërta e atij që është esër. Dhe kjo tregon njerëzit që jetojnë kështu, pra të dehur nga ana morale, të pamend dhe ulliqen nga mendimet e tyre instiktive, ose edhe nga një objekt që në këtë rast është shtëpia, dhe kjo i la ata në një errësirë shpirtërore.
Prandaj edhe në shkrimin e shenjtë na thuhet që as pianecët, pra ata njerëz që dehen, nuk do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Vargu 8 thot, kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esëll, duke veshur pasmorën e besimit dhe të dashurisë dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit. Apostulli Pavli tani na jep një tjetër ikon për të krishterën. Na i paraqet si një ushtar të armatosur me armat e asaj kohe. Pra i krishterë është një ushtar që lufton vazhdimisht kundër mëkatit brenda një bote mëkatare dhe armiqësore. Ai bën një përngjasim të dy armëve ushtarake të asaj kohe, pasmoren dhe përkrenaren, me tre virtutat e krishterëve: besimi, dashuria dhe shpresa. Besimi dhe dashuria për pasmoren dhe shpresa për përkrenaren. Shënja Angujarti për këto thotë: pasmorja është si një mur i sigurt në gjoksin e ushtari. Ashtu dhe ti, thot, ndërtore dhe shpirtin tënd besimin dhe dashurinë, dhe nuk do të mundet të ngulet asnjë nga shigjetat me flak të djallit. Ndërsa për përkrenaren shkruan: ashtu si përkrenari shpëton një organet kryesore të trupit më të ndjeshme, pa flet për trurin, ashtu dhe shpresa nuk e lejon mendjen që të bjerë në gabim, por e bën të qëndrojë drejt si dhe koka, duke mos lejuar të bjerë mbi të asgjë nga jashtë. Pra apostulli Pavli bën thirrje selanikëve të jenë esëll, duke veshur pasmoren e besimit dhe dashurisë dhe si përkrenare shpresën e shpëtimit. Shpëtim do të thotë çlirim nga çdo rrezik, ose shkatrim direkt ose indirekt, ruajtjen, shërimin, fitoren, ruajtjen e vlerave të moralit njerëzor, sipas moralit dhe mësimeve të Krishtit. Por shpëtim do të thotë dhe pritja e ardhjes së shpëtimtarit. Vargu 9 thotë, sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton Isu Krisht. Caktuar, pra na ka caktuar, si fjalë, ka kuptimin vendos, drejtoj, përcaktoj, pa pasur lidhje me përcaktimin absolut. Kjo fjalë në këtë varg ka më shumë lidhje me therret. Thirrja ose caktimi nuk është një vepër arbitrare e Perëndisë, por është një dhuratë për njeriu e cila kërkon patjetër dhe bashkëpunim me tij me pranimin e mesazhit të shpëtimit. Pra, Perëndia paranjeh, por nuk përcakton, dhe në paranjohjen e tij ai na thret. Kështu dhe Perëndia i thirri selanikasit jo në zemërim, domethënë në humbje, por në marrjen e shpëtimit. Dhe kjo bëhet nëpërmjet Zotit ton Isu Krisht. Trupëzimi i Krishtit dhe të gjitha ngjarjet dhe faktet shpëtimtare nëpërmjet atij i dhanë rëndësi dhe mundësi njeriu që të marrë shpëtimin. Dhe kjo është për të gjithë njerëzit, por jo të gjithë njerëzit e pranojnë këtë shpëtim. Pra, mund të themi se të gjithë janë thirrur, por jo të gjithë janë caktuar, ose, për ta kuptuar më mirë, kanë përcaktuar dhe caktuar veten e tyre duke pranuar shpëtimin që vjen nga Perëndia nëpërmjet Zotit ton Isu Krisht. Dhe vargu 10 thot, i cili vdiq për ne, kështu që qofshim zgjuar, qofshim fjetur, jetojmë bashkë me të. Apostulli është duke përforcuar faktin se shpëtimi i besimtarëve erdhi me vdekjen e Krishtit. Dhe vdekja e Krishtit ishte kusht për të vazhduar jetën një besimtar, sepse Krishti vdiq për të shlyer mëkatet, dhe nga mëkati vjen vdekja. Dhe ai ndërthur vdekjen e Krishtit me vdekjen dhe ngjalljen e besimtarëve, duke thënë qofshim zgjuar, qofshim fjetur. Dhe këtu i referohet ngjalljes së fundit besimtarëve, si ata që kanë fjetur, pra kanë vdekur, si ata që janë gjallë. Kështu që përsëri apostulli Pavli i jep përgjigje selanikasve, të cilët pyesin për fatin e të vdekurve para ardhjes së dytë të Zotit. Dhe këtë ai e ka trajtuar në fillim të letrës ose në fund të kapitullit 4, ku na thotë: dhe këtë po ju themi me fjalën e Zotit, ne të gjallë që do të mbetemi deri në ardhin e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur, sepse Zoti vet me një urdhër, me zë kryeangjëlli dhe me burinë e Perëndisë, do të pres nga qielli dhe ata që vdiqën në Krishtin do të ringjallen të parët, pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbemi bashkë me ata mbi errët për dalë përpara Zotit në ajër, dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Dëgjuat komentin e letrës apostullit Pavlit, letrës parë drejtuar Thesalonikës.